Unë kam pas atë bindje edhe kam hala atë bindje që Mitrovicën kena mujt me marë. Kena mujt me shti nën kontrol. Unë po thamë personalisht mu si komandant brigade, edhe komplet brigadës na kam jetë pengë që edhe mu tam na kam jetë hatri që na qunë vështres na lanë me hinë Mitrovicë. 24 orë, para se me hije në qytet, brigada 149 ka pas zërën e përgjithësisë qytetin e Mitrovicës. Ka urnë pej komandantit zonës general Rahman Rama që brigada 149 hen Vushtre, kurse brigada 142 në qytetin e Mitrovicës. Atëherë ne jemi çu poshtë në batalionin e 4, në Cecilit e Ganimeri, kemi hip për herë, zbashko me forcat franceze. Ka qenë bukur vështirë dhe bashkëpunësh me forca franceze. Edhe pse në atë kohë çdo njëri që pe e provërve e kam pas që 3 kilometra nuk guxon më javë qytetit me uniformë të ÇK-s, se lemu me armatim. Edhe ma hiq, domethënë, e kam pas në shkrumet, me atë marrëveshje që kanë nënshkruar ata më herët, kush e kanë nënshkruar për tyne. Ne kemi hyrë me rroba civile në Vushtre, edhe kemi pas uniformat në çanta. Jemi vendosë në Vushtre te varrezat e qytetit, që kanë qenë të moshmet, dhe ato një shtëpi jemi veshur uniformat të ÇK-s, edhe na ardhën komunë. Hapën e parë, domethënë kemi bërë ku hinë komunë, kemi flamurin e Serbisë në komunën e Vushtres. Ku hinë zyret kryetarit. Atë kom gjetë një TT, edhe një pushkë automatike me një sandak municion, zyret kryetarit komunës. Në ata kam rri forcat franceze. Jemi ngri në armë ta, se me çdo kush dëshin mos më na lanë me veprum në qytet, me dalë për qytetit, derisa erdhëm në farë mënyrë që ky është institucion, nuk mundi mu vendos këtu, okej, se s'mundi mu vendos këtu, atëherë po vendosemi na vendos dikun ja, mund me thonë 50 metra më lart, qendra kulturës. Atëherë jemi vendosur qendër kulturës në Vushtre, me komandë brigadës edhe me njësi komplet ato, edhe të armatosur. Domethënë, qitë të rojën që kanë qenë të armatosur, ka qenë vështirë, derisa u ponë edhe francesë që është që nuk rrim qytet në parë. Atë natë kërë në vendosë, domethënë, gjysja e Vushtres ka qenë në kontrolën e forcave armike. Ta i tojnë të ndërtesat e kuqe, ku ka qenë kazerë me armatë jugoslave, ku është sot shkolla policisë që është Vushtre, domethënë për ndërtesës kuqe anena, kanë qenë sërbë vendosën. Ndërtesë kuqe këne ka komuna, kemi qenë pjesëtar të ÇK-s që kemi vendosë. Depërtimi jonë ta natën, naton këtan, atër në mëngjes, kur kemi depërtu në pjesën anena, e kemi po që nuk ka asnjë sërbë. Domethënë qëllimi jonë ka qenë që depërtojme të vendosëm në kazerën ku sot është shkolla policisë. Po këshin vendosë francesë para neve. Ne këshin marrat kazerën, po që është një mirë që ta natën e lume, francesë i kanë bartë sërbë, familjet sërbë dhe i kanë qu për Mitrovicë. Nesit, na ku kemi depërtu në atë pjesë, nuk ka pas asnjë sërbë në atë pjesë atë, deri kemi vazhdue deri në burgun e Sprekonicës, që ka qenë në komandën tonë, kemi rrimë burg Sprekonicës, atë Hilirut burgosurit, shqiptarë që kanë qenë, atë, edhe është vendosë Rametlia, komandanti i batalionit Ajet Dedia. Në është vendosë burg Sprekonicës, ka pas komandën e batalionit. Kemi vazhdue tunel parë, jemi shkuar në Melenic, e kemi marrë komandantën e batalionit Hasan Pretenin, me njësit vetë që me ardhë dhe mulque në Staritër në Minjerë. E kemi marrë dhe Minjerë në kontrol, është me të përgjes Hasan Preteni, me ushtarët tina, kemi vazhdue për me ardhë qytet Mitrovicës, pjesëtarët e brigadës janë vendosur edhe në tunel parë, ka qenë vendbanim
edhe i sërbë edhe shqiptarë që kanë qenë banesa kolektive, domethënë jemi vendosur edhe ato pjesëtarë të UÇK-s, domethënë në një farë mënyre deri që thojmë na deri te borët e serbëve në Mitrovicës, na veç që kemi pastruar si brigadë komplet atë territor dhe kemi nisë në drejtim të Vushtrës. Atëherë pjesëtarët e KFOR-it francez mi kanë arrestuar ushtarët në tunel spor. Atëherë ka filluar një farë mënyre një lloj arrestimi edhe ndaj meje, edhe ndaj zavens komandantit. Bisedime me ta kemi arritur që mas 3 dite më na i liru pjesëtarët e UÇK-s, se nuk deshëm na i liruaj. Ka qenë bukur vështirë me forcat franceze me pru. Komplet përgjegjësia e brigadës ka qenë qyteti i Vushtrës deri te vorët e qytetit Mitrovica, thojmë. Kur e kthen njëri atë strategjinë luftarake, do të na kish duhet me pas një bashkëpunim pak një koordinim më të mirë për hyrjen në qytet. Brigadës Shalës për me depërtuar në Mitrovicë kemi mujt me depërtuar. Po plas pej anës djathtë, domethënë që i bën që kemi pas fshatrat Lip, Zhazh, Boletin, domethënë që kemi mujt me depërtuar të paktën atë kohë ka qenë në Mitrovicë, domethënë se kanë si tash janë 2 Mitrovica. Unë kam pas atë bindje edhe kam hala atë bindje që Mitrovicën kena mujt me marr. Kena mujt me shti nën kontroll. Për arsye se kena pas ku mu vendos, domethënë se ka pas banor shqiptar, edhe në për baneca dhe shtëpia, që ke mujt mi pozicionu ushtarët e tu, të paktën se edhe forcat franceze, kur kanë po që je këmbgulës, për me zbatu një detyrë, të paktën edhe ata kanë bolçime, nuk është që s'kan bolçime. Po, mos koordinimi jonë, mos përgjegjësia jonë, euforia jonë që henëm qytet, pak e ka zbej edhe atë punë, pëtam, Mitrovicën kena mujt me marrë. Zveçanin ato konë, është ma problem, që pëse dojmë e full realitetin, që pëse dojmë e full politikisht, mund më jadon ka dojna, por nuk e pas banor shqiptar që ka banu as Zveçan, më le pësa veç e zojmë për tak, as një shqiptar, që ke pas që ka banu, që ke mujt mu vendos, ti dikon që mujt me pas në kontrol, se nuk ke mujt veç me dalë midis qyteti që ato dhe me qitë punkte, se ke pas edhe KFOR-in që ka sharmatose, që besa, kur ke quarme ka ditë edhe me shtirë, me gjuhën dhe në gjithë pjesar të UÇK-s. Po tam, Mitrovicën kemi mujt me marrë. Kemi mujt me marrë, po fatkeqësisht figujna pasujet. Unë po tam personalisht mu si komandant brigade, edhe komplet brigadës na kam jetë peng që edhe mu tam na kam jetë hatri që na qunë Vushtrës na lanë me hinë Mitrovicë. Po ne pror i zbatojna vendimet, urnesat, jena mësu mi zbatue, të regova që 24 orë më herët mu kanë rruhe që me hinë Vushtrë, edhe kom respektu atë vendim që mu ka jetë. I mirë ka qenë edhe për Vushtrë, po ma shumë kishë mujt me bon Mitrovicë. Se këna njoftë terrenin ma mirë, se shumica kanë qenë të asoj pjesë atë. Po pavarësisht asoj na kemi respektu vendimin dhe kemi zbatu vendimin me hinë Vushtrë.